Përshëndetje miq, këtu I kam sjell bukë thekre pa maja, bukë normale, të përgatitur me ujë të fermentuar nga kumbullat. Një mikesh më ka dërguar në Instagram një video nga një food blogger që ka përgatitur bukën me ujë të fermentuar nga mollët. Unë thash po provoj me kumbulla, me që kisha kumbullat në shtëpi. Vërtet, shija fantastike. Thash përprovoj njërë me kumbulla dhe unë dhe kam pjekur sot të mëngjes, e zura dje mbas dite vonë dhe e lash për gjithë natën brumin dhe më gjithmonë që ja vlen. Këtu kam përgatitur kumbullat, ja 6-7 kumbulla, 1 lugë sheqer, 1 litër ujë natyral, ujë të blerë e përzi mirë, e mbuloj me një nap, unë e lash për 4 ditë. 3-4 ditë mjaftojnë, derisa të bëhet si mushë, si uthull që të vjerë, tamam kur bënim atë mushin e rakis fix. E kullojnë, këte kam përgatitur dje, shikoni tani, unë përgatita 2 bukë, thekre dhe bukë normale. Unë tani po jap rastin e bukës normale, këtë miellin që pat në video, për pice për focaccia, 600 gram miell, hedhim në një tas dhe shtojmë 450 ml ujë të fermentuar, pak e nga pak, duke hedhur, duke trazuar dhe 1 lugë krip, lugë gjelle krip. Kjo është palosja e parë, në çdo 15 minuta o 20 minuta në një palosje. Unë e lash gjithë natën në temperaturë dhome dhe sot në mëngjes, shpejt në ora 5:30, para se di kam bun, thash po e pjek, mora një tigan të thellë, si që shikoni, spërkata pak me vaj ulliri, me pak miell dhe hodha direkt, I poqa të dyja bukët, për 50 minuta me 230 gradë dhe ky është rezultati. Kur erdha sot nga puna, shkruajta një bilet, mos e prekni bukën, se kur të video e pres të ftohtë, e shijova, po thuj se gjysmën e ëngra vet, megjithmonë fantastike, sfyngjer ka dalë, shikojeni, duket edhe me sy. Ju përshëndes, ciao ciao.